Të dashur shqiptar, po ushton interneti për shkak se është gjetur një mbishkrim Hellyria në Maqedoni. Dhe grekfolësit, domethënë grekojevgjit, në rrjetet sociale thonë që ky është emri me origjinë nga Hellas. Hellyria vjen nga Hellas. Mi po ata nuk e dinë që këto mbishkrime quhen mbishkrime pellazgjike nga Akademia Franceze. Përse quhen këto mbishkrime pellazgjike? Sepse këto mbishkrime, sipas francezëve, janë shkruar me gabime. Gabime që nuk mund t'i bënte një grek folës, sipas tyre. Pra do t'ishte Illyria dhe jo Hellyria. Tani çfarë ka ndodhur? Që në momentin që është gjetur dhe deri në këtë moment që po flasun tani, grekët po thonë që Illyria vjen nga Hellas. Hellyria është nga Hellas. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është një mbishkrim i gjetur në qytetin Parthikopolis, që fjalë për fjalë do të thotë qyteti si i Parthinëve. Parthinët janë një fis i lirë, i famshëm. Dhe në këtë qytet është gjetur një mbishkrim që daton shekullin e 6 të erës sonë. Domethënë, slavët kishin arritur të hynë në Iliri. Megjithatë, emri Illiria vazhdonte të përdorej, por në këtë dokument është gjetur emri Hellyria. A vjen emri Hellyria nga Hellas, të dashur shqiptar, siç thon greko-evgjitët e sotëm, që nuk kanë lidhje fare me Helenët e lashtë. Dhe ja ku e kam shënuar me të kuqe, Hillyrio, që është forma gjinore e helenishtes, dhe do të thot fjalë për fjalë i Ilirit. Prandaj turbohelenët në rrjetet sociale e shfrytëzojnë këtë fakt dhe thonë që fjala Hellyria vjen nga Hellas. Mirë po, mbas një periudhe të gjatë studimore, me qindra tekste të monumenteve të gjetura në Maqedoni, po ashtu edhe në Iliri, unë kam bërë një zbulim tjetër po aq të famshëm sa ky. Ta shikojmë. Ky është një zbulim tjetër i famshëm dhe ky zbulim është bërë pikërisht në Trojë, në Azinë e Vogël. Dhe këtu përdoret gjithashtu një fjalë shumë interesante, Hillustrio, është e gjinores në helenisht, por kjo nuk është fjalë greke. Unë kam zbuluar që kjo vjen nga latinishtja. Dhe tani ju do të bindeni që kam të drejtë që fjala Hellyria nuk vjen nga fjala Hellas, kur të shikoni bisedën me inteligjencën kompjuterike. Teksti i gjetur në Maqedoni bën fjalë për një ushtar, Genolos, i cili ishte me origjinë ilire. Dhe Illyria quhet Hellyria me he. Ky tekst përkthehet kështu: Përse nxitoni, mësoni për vdekjen, dhe ky varr ju tregon juve që emri i këtij personi është Genolos, i cili, mbasi ka arritur moshën e thyer, duke jetuar një jetë të panjollosur, të përsosur për një kohë të shkurtër, arriti të plotësoj të gjitha detyrat me dinjitet në ushtrinë ilire, dhe profesioni i tij ka qenë numerarius, që do të thotë pikërisht llogaritar. Me komandën e Krishtit, ai është shtrirë këtu në muajin tetor. Ky është epitafi për ushtarin nga Iliria. Pra, Illyria quhet Hellyria në këtë dokument. Tani, çfarë ka ndodhur? Të gjitha vargjet kuptohet që janë helenisht. Vargu i parë ka kuptimin mëso për vdekjen. Pastaj vargu tjetër flet për profesionin e personit të vdekur, që është numerarius, do të thotë llogaritar, administrator. Vargu tjetër thot për Hellyrian me h në gjuhën helene, dhe në fund fare bëhet fjalë për një periudhë 15 vjeçare, që është periudha e sistemit të taksave në perandorinë bizantine. Emri i personit është Genolos. Tani unë i them inteligjencës kompjuterike, a është e vërtetë që Hillyrio është rasa gjinore e emrit Hellyrios, do të thonë personit nga Illyria? Dhe inteligjenca kompjuterike, që nuk e kapi për herë të parë, pra e mori këtë sugjerim nga unë, tha vërtet vjen nga rasa gjinore e emrit Hellyrio, që është në fakt
në emërore Helios. Ndonë e pyes, a ka lidhje fjala Hellas me Illyria? Dhe inteligjenca kompjuterike thot kështu: shenja jota, H, lexohej I në shekullin e 6 të erës sonë. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Kjo shkruheshte Illyria, por shqiptohej Illyria me I. Ky është një zbulim epokal. Ky zbulim nuk do ishte bërë kurrë në qoftë se unë nuk do kisha gjetur pikërisht fjalën e dytë në dokumentin e dytë të gjetur në Azinë e Vogël. Dhe këtu kemi dokumentin e dytë të jashtëzakonshëm. Është përkthyer në anglisht. Dhe inteligjenca kompjuterike, duke marrë sugjerim në parë që Illyria është Illyricum, ajo kujton që Hellystриos ka kuptimin gjithashtu Illyricum. Pra, inteligjenca kompjuterike bën gabim. Pra, inteligjenca kompjuterike ka gabuar. Përse ka gabuar? Është nisur pikërisht nga fjala Illyria për Illyria dhe pastaj Hellystrio është gjinore e Hellystrios. Inteligjenca kompjuterike thotë që kjo është pikërisht emri i Illiris, por nuk është e vërtetë. Të dashur shqiptar, Hellystrio, që vjen nga Hellystrios, nuk është gjetur në asnjë dokument. Absolutisht. Gjikundi, vetëm këtu, në Azinë e Vogël, është shkruar një lloj si Illyria, Hellystrios, por është shkruar mbas shekullit të 6. Çfarë ka ndodhur në gjuhën helene mbas shekullit të 6? Jota, H-ja e gjatë përdoret për in. Pra kjo është Illustrios. Por nuk është gjikundi fjala Illustrios, nuk ekziston. Në fakt ekziston, po ekziston në anglisht. Fjala në anglisht është krijuar një lloj në shekullin e 19, një lloj si Illustrios në Azinë e Vogël në shekullin e 6. Si është e mundur një gjë e tillë? Në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra, anglishtja dhe helenët në Azinë e Vogël e kanë krijuar këtë fjalë nga illustris, që do thotë i shkëlqyer në gjuhën latine. Këtë nuk e gjeti dot inteligjenca kompjuterike, nuk I shkonte dot ndërmend askujt. Ju lutem shikoni me vëmendje këtë që ka ndodhur, sepse është përtej imagjinatës njerëzore. Do ta shënoj me të kuqe. Pra, kjo fjalë, Hellustrio, merret nga inteligjenca kompjuterike për Illirin. Pse? Sepse kështu është shkruar dhe emri I Illiris. Pra, inteligjenca kompjuterike, nga që nuk e gjen këtë fjalë në asnjë tekst të vjetër, kujton se është emri I Illiris, sepse ashtu shkruhej dhe Illiria me një h nistore në helenisht. Mirë po, inteligjenca kompjuterike nuk e di që h-ja nistore në shekullin e 6 qëndron për in. Domethënë këtë e kam bërë unë si zbulim, askush nuk e ka ditur deri më sot. Kjo fjalë nuk ekziston në gjuhën greke fare, nuk është gjetur gjikundi. Kjo fjalë është marrë nga latinishtja, e cila ka vdekur në shekullin e 4 të erës sonë mbas dyndjeve gote, pra ka vdekur 200 vjet më herët. Latinishtja kanë lindur gjuhët vulgare të latinishtes, domethënë fillesat e italishtes, spanjishtes, frëngjishtes, në provincat e perandorisë romake. Dhe në Maqedoni pra përdoret Illyria me h, por shqiptohet e I. Dhe në Azinë e Vogël përdoret Hellustrio për Illustrio, domethënë illustris, I shkëlqyer në latinisht, por latinishtja kishte vdekur. Pra të njëjtët helen folës në Azinë e Vogël kanë përdorur këtë hën nistore për I, një lloj si ushtarët romak, bizantin, kanë përdorur hën për I për emrin Illyria në Maqedoni. Tani kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Shikoni vetë se si e bëra unë këtë zbulim, pra inteligjenca kompjuterike ka gabuar. Këtu bëhet fjalë sipas saj për gjonin Illirin, nga Illyricumi, por në fakt kjo ka kuptimin gjoni I shkëlqyer, jo gjoni nga Illyricumi. Illustrius I thon I shkëlqyer në gjuhën latine, por gjuha latine e vdekur.
Pra, ky është një epitaf për një ushtar romak, por epitafi është në helenisht, të dashur shqiptar. Pra, inteligjenca kompjuterike kujton se kemi të bëjmë me njëri nga Iliria dhe nuk është e vërtet. Pra, ka ndodhur i njëjti fenomen dy herë, njëri në Azinë e Vogël, tjetri në Maqedoni. Përdoret hëja nistore për in, që shqiptohet i në helenisht. Pikërisht në këtë moment unë i sugjeroj inteligjencës kompjuterike që kemi të bëjmë me fjalën latine illustris në gjuhën helene. Por helenishtja e quan atë illustrios, i shkëlqyer. Kjo fjalë nuk ekziston në greqisht, të dashur shqiptar. Pra, inteligjenca kompjuterike këtu analizon sugjerimin tim dhe thot vërtet, kjo mund të jetë me origjinë nga latinishtja illustris, që do të thotë i lavdishëm, i shquar, i shkëlqyer. Dhe tani do t'rregoj unë se si e bëra këtë zbulim. Ky është zbulim fantastik, i jashtëzakonshëm, të dashur shqiptar. Këtë zbulim e bëra kështu, duke ditur latinisht, fjala illustris ka kuptimin e shkëlqyer. Kjo fjalë përdoret nga folësi helen në Azinë e Vogël për të krijuar Helustrius, por shqiptohej Illustrius. Heja nistore në helenisht shqiptohet si i në gjuhën helene mbas shekullit të 6, të dashur shqiptar. Pra, një lloj si fjala Illustris u bë Helustrius, edhe Illyrius u bë Helyrius, një lloj, i njëjti fenomen. Siç e shikoni, kjo fjalë nuk është e regjistruar as në italisht, as në portugalisht, as në rumanisht, as në spanjisht, as në greqisht, nuk ekziston. Kjo fjalë është gjetur vetëm nga unë, të dashur shqiptar. Pra, një lloj si fjala latine illustris, i shkëlqyer, u bë Helustrios në gjuhën greke, edhe fjala Illyria u bë Helyria në gjuhën greke. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse autorët e mesjetës e kanë marrë këtë Helyria dhe kanë regjistruar gjithashtu në latinisht me e. Nuk e dinin që kjo shqiptoheshte me i. Janë gjetur dokumenta në latinisht që kanë bërë këtë gabim. Pse? Latinishtja është përdorur si gjuhë e vdekur edhe në mesjet. Është rimarrë edhe një herë ky gabim i bërë në Maqedoni dhe del varianti Helyria edhe në dokumentet latine. Do ta shikojmë në filma të tjerë. Po ky është zbulim shumë i madh. Pra, të gjithë turbohelenët nuk kanë të drejtë. Fjala Illyrius do të thotë djali i Kadmit dhe i harmonisë. Nuk ka lidhje fare me Hellas. Fare. Për fat keq, për fat mirë, nuk e di. Mendoni ju vetë. Por kjo tregon që turbohelenët janë shumë të rrezikshëm. Duan të shfrytëzojnë çdo gjë për ta bërë çdo gjë ilire helene. A jeni të lumtur për këtë gjë? Tani ky është një zbulim shumë i madh që kuptojnë vetëm ata që dinë helenisht mirë. Do më thënë këtë e kuptojnë vetëm studiuesit më të mirë, profesorët më të mirë të helenishtes. Kemi dy dukuri. Emri i lirisë vazhdon të përdoret edhe mbas hyrjes së slavëve në Maqedoni dhe emri i lirisë shkruhet gabimisht Helyria, por nuk është gabim. Këtë thon francezët. Këto quhen ato fjalë pellazgjike, fjalë që janë shkruar me gabime. Ky është koncepti pellazg në literaturën perëndimore. Fjalë që janë me origjinë të dyshimt, që nuk dihet se si janë shqiptuar. Francezët, arkeolog, thonë që ilirët shkruanin helenisht me gabime. Kështu i kanë bërë të gjitha zbulimet e mia. Fjala Helyria nuk është bërë me gabim. Ilirët e shkruanin fjalën Helyria, po që shqiptoheshte Illyria, e shkruanin ashtu siç e dëgjonin. Do me thënë, ata që kanë bërë këtë dokument janë helen. Përse? Sepse fjala Dora shqiptoheshte Here në gjuhën e lashtë helene, por në greqishtën e sotme kjo është Heri. Pra, ky tingulli Iota ka qenë shqiptuar si e gjatë dhe pastaj u bë i në
greqishten koine. Pra ata që kanë bërë këtë dokument në Maqedoni janë grek. Por janë grek që nuk e shkruajnë greqishten si shkruhej, por siç dëgjohej. E dëgjonin i ata. Pra një lloj siç e thonin fjalën Dora, heri, po ashtu ata shkruajtën fjalën Heliria, por e shqiptonin Iliria, me këtë h jota që përfaqëson e në gjatë në gjuhën e Homerit, por inë në gjuhën koine mbas shekullit të 6 të erës sonë. Pra ky është një lajm shumë i dhimbshëm, tregon që nëse ka patur Ilir në Maqedoni, ata flisnin greqishte të pastër. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor të dashur shqiptar.